shumë besojnë në qasjen e tyne, se janë të mbrojt interesat e Kosovës edhe popullin e saj, sa do shumë të besojnë ata që me shërtua mirë edhe me gjetë një mënyrë të tjetër që me i trajtua këto probleme bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Problemet e minoritarëve të serbë, për shembull, edhe problemet e instrumentalizimi i tyne për Beogradit, është një fakt e pamohueshme. Edhe pengesa e shtetit, domethënë se si instrumentalizohen dhe pengojnë veprimin e shtetit, edhe kjo është e pamohueshme. Po është një problem që duhet mu zgjidhur bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se trajtim të njëanshëm sado drejt ligjore mund të ekzistojnë, kanë pasoja tjera në interesat që i kemi të përbashkë, kanë pasoja negative në interesat e Shtetit e Bashkuara, edhe interesat që i kemi përbashkë me Shtetet e Bashkuara. Kështu që duhet bashkë me zgjidh këto probleme. Ashtu si shumë tjera probleme të Kosovës janë zgjidh bashkë. Se nëse na rrim në absolutizëm tonë, në drejtat tona absolute, për shembull, as Rambojeja nuk ishte firmos, se ishte i dokument katastrofal, domethënë me lexuar si dokument, po brenda kontekstit politik është kuptuar vlera e saj edhe firmosin e saj edhe domethënia e saj. As Union Ken Kosovë, për shembull, kur kanë ardhur dokumentat e krijimit të mikut. Katastrofal, me lexuar si dokument, po si rrjedhje e procesit i zhvillimit të Kosovës e ka pas kuptimin e vet. Kështu edhe plani Ahtisarit. Plani Ahtisarit me gjitha mungesat që i ka pas brenda, me gjitha problemet që na ka lënë brenda mas, ka një pjesë i procesit se si me ecë Kosovë përpara dhe përmes saj është realizuar pavarësia e saj. Kështu që edhe problemet e sotshme nuk mund mu shikua një vakum në mënyrë të absolutizëm për interesat tona, por në kontekstin e marrëdhënieve që kemi jo vetëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe aleatë ndryshme edhe interesat e përbashkët që i kemi në rajon. Pikërisht zoti Vulaj, ju keni përvojë gjatë në pjesën e lobimit për çështjen shqiptare, për çështjen e Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, keni punuar me shumicën ose gjithë kryeministrat e Kosovës, presidentët e Kosovës, keni qenë aty kur janë ndruar gjitha administratat amerikane në këto 30 vjetë e fundit, herë demokrat, herë republikan, për pati një epizod me cilin e filluam edhe këtë emision. Pra një ligjerat në cilin një kryeministër qofta edhe në detyrë i Kosovës në mes të SBA-s flet për atë që a janë problemet të tij ose jo agendat që mund t'i ketë SBA-ja për atë që kemi ne në fëgjinësi Sërbin. E keni dëgjuar të deklarat dhe doja ta marrë mendimin tuaj, vlerësimin tuaj për të. E besoj se Serbia është problemi i gjithëve që kanë interes në është problemi i Kosovës, është problemi i Shqipërisë, i Malit Zi, Bosnjës, Kroacisë, po është edhe problemi i Shtetit Bashkuara të Amerikës. Domethënë që është një rrjet që i marrëdhënieve që ekziston edhe çdo pjesë në atë rrjet që tuket ndikon në lëvizje tjera gjatë asaj rrjetesh. Kështu që nuk mund me shikuar gjanat në vakum. Nuk mund me shikuar gjanat izoluar njëri prej tjetrit. Po, gjithë i kanë interesat veç e veç, por ato interesat avansohen në kontekst kur avansohet interesat e përbashkët. Sidomos kur Kosova është kaq e vogël, kaq e brisht, ka që e njohëm edhe si demokraci edhe si shtet, edhe varet kaq shumë për aliatëve saj, edhe varet kaq shumë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që nuk guzojmë na me shikua interesat tona në vakum, por na duhet ne me naviguar këto ujëra, domethënë me shkuar drejt interesave tona, po brenda kontekstit e interesave të përbashkët. Sa më shumë na kemi mundësi me një Shtetet e Bashkuara që me avansua interesat e saj në rajon, brenda këtij kontekstit e gjejmë hapësirë me avansua interesat tona, kështu që edhe në këtë mënyrë kemi vepruar deri tani. Edhe kemi përfituar shumë deri tani. Kemi përfituar shtetin, lirinë, kemi ushtrinë, policinë, kemi rendin, kemi institucionet, duke ecë në këtë mënyrë. Edhe besoj se është kjo mënyrë që do na zgjidh nga situata e sotshme edhe do e përfundon çështjen e Kosovës. Shkurtimisht edhe për çështje kohë, zoti Vula, një pyetje të fundit, pra nëse ju përmendet edhe për mundësinë që e ka lënë SBA-ja derën e hapur që të përmirësohen marrëdhëniet, ne kishim edhe një deklaratë që ka dhënë sot për Klan Kosovën, ambasada e SBA-s në Kosovë,
por në qoftë se ne shohim deklaratat të tilla në vazhdimsi që dhe mbiemër në këtë çështjen e pezullimit dialogu strategjik. Po edhe kjo është diçka që duhet me kënë shqetësuese, se është hera parë që përmendet me emër, edhe sinqerisht më ka ardhur keq, se është kryeminist jonë. A mundet me pas sankcione? Definitivisht, jo që mundet, po edhe do vi. Do vi sankcionet, thoni, me këtë qasje. Në qoftë se na nuk e ndryshojmë qasjen tonë, e nuk e përmirësojmë domethënë nivelin e bashkëpunimit e koordinimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se besoj se ky është vetëm një fillim. E kam bën këtë pyetje në Departamentin e Shtetit. E kam bën këtë pyetje. Edhe ata më thanë që na jemi në ujërat pa njohura. Domethënë nuk kem pas se mund të jemi në këtë gjendje me Shtetin e Kosovës, kështu që nuk e kemi një hartë se si me naviguar këto ujëra. Edhe sanksionet më të rënda definitivisht mund vinë. Faleminderit për këtë paraqitje, zoti Vulaj, do t'ju lirojmë me kaq, faleminderit. Nuk I them këto gjëra me kënaqësi Adriatek. Faleminderit për mundësinë të fol me ju. Ju lutem, faleminderit shumë. Analizë mund të thoja, zoti Sejdiu, të zotit Vulaj, I cili, si që thash, është mbi 30 vjetë duke lobuar për çështjen shqiptare dhe të Kosovës në SBA, ne mund të vazhdojmë të jemi në sankcione edhe më të ashpra, sidomos zoti Kurti, si që përmendëm. Para duhet me falemderu që ka gjetë kohën me na u bashkangjitë, me na dhonë një pikpamje për te Atlantikut, jo prej hapësirave tona të kontaminume me subjektivitet e emocione, dashnit jo racionale ndaj individëve. Dhe mua, si që tha dhe zoti Vulaj, po më vije keq, dhe nuk është lajmi mirë kjo, çka tha, mua më la përshtypje shumë fakti që e përmendi që javën e kaluar ka qenë në Departament Shtetit, dhe është taku me zyrtar në Departament Shtetit zoti Vulaj, dhe ata I kanë thënë që janë duke u ballafaquar me një situatë të cilën nuk e kanë